Ju përshëndes gjithëve, mirë se erdhën në edicionin e mesditës tuna ABC News. Unë jam Erneta Shevroja dhe do t'jemi bashkë gjatë minutave në vijim. Provat e mbledhura në banesën ku humbën jetën nëna me 2 fëmijët e saj në Postrip, por ndërtoi minutat e fundit të tragjedisë. Grupi jetimor dyshon se zjarri të jetë shkaktuar nga shpërthimi i një bombole gazi, ndërsa nëna tentoi të shpëtonte të vegjelit, por mbeti e bllokuar nga flakët. Një bombull gazi dyshohet të jetë bërë shkak për zjarrin që shkaktoi tragjedinë në banesën e braktisur në Postrip të Shkodrës, mesditën e të mërkurës. Në shtëpinë ku humbën jetën nëna 24 vjeçare me 2 fëmijët e mitur, në fshatin Domen, zjarfiksit gjetën mbetje të një bombule të vogël gazi. Aktualisht grupi hetimor dyshon se nëna mund të ketë tentuar të ndezë bombulën e gazit për të gatuar. Bombula mund të ketë patur rrjedhje gazi dhe mund të ketë shpërthyer në flak. Bombula dhe susta e shtratit ishin të vetmet sende që i kishin rezistuar flakëve, sipas policisë, e cila aktualisht thotë se ngjarja ishte aksidentale. Trupat e viktimave than burime nga grupi i hetimit u gjetën pranë njëri tjetrit. Hetuesit mendojnë se në momentin kur zjarri nëna ka tentuar të mbrojë fëmijët nga flakët, pamundur të dalë jashtë. Djali 1 vjeç ju gjet në duar, ndërsa fëmia 3 vjeç pranë. Jashtë banese ndodheshin çantat me të cilat familja Çela i kishte shkuar në shtëpinë e vjetër. Provat e gjetura do t'i nënshtrohen ekspertizës me qëllim sigurimin e të dhënave që mund t'i shërbejnë hetimet. Bashkëshorti 24 vjeçare, si ka thënë policisë, se me vete ata kishin marrë dhe një shishe benzin për të kryer disa pastrima. Në momentin kur banesa është përfshirë nga flakët, ai ka thënë se ka qenë në një market duke bler produkte për familjen. Pranë shtëpisë nuk ka banesa të tjera. Duket se kjo ka bërë që zjarri të konstatohet me vonesë. Mungesa e një njoftimi në kohën e duhur dhe terreni i thyer malor kanë rezultuar fatal për nënën dhe 2 të vegjëlit e familjes Çela. Ata jetonin në Gjermani dhe pak ditë më parë kishin ardhur për pushime. Nga Tirana drejt Gazës, Shqipëria merr pjesë për herë të parë në një mision ndërkombëtar të sigurisë në këtë zonë konflikti. 4 oficerë të shtabit ushtarak do të jenë pjesë e fazës së parë të angazhimit, ndërsa vendimi për dërgimin e trupave të tjerë do të merret pas vlerësimit të këtij misioni. Shqipëria çon trupa ushtarak në Gaza, në kuadër të bordit të paqes, organizata ndërkombëtare krijuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Qeveria shqiptare mori vendim të kontribuojë duke dërguar 4 oficerë të parë të shtabit ushtarak me mision. Pas eksperiencës së këtij misioni do të vlerësohet se sa ushtar do të dërgojë Shqipëria në Gaza. Republika e Shqipërisë do të ketë një përfaqësi në Gaza, duke filluar fillimisht me 4 oficerë shtabi. Kemi bërditur edhe në intervistat e tjera dhe në daljet e tjera publike që ky do të jetë angazhimi i Republikës së Shqipërisë. Dhe me vajtjen e këtyre 4 oficerëve të shtabit në forcën ndërkombëtare stabilizuese do vlerësohet më pas edhe kush do të jetë niveli konkret i trupave që do të dërgohen në Gaza, duke përfshirë këtu edhe vendodhjen konkrete ku këto trupa do dislokohen. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi zbuloi se marrëveshja e huas $302 milion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është e vonuar sepse aplikimi nga Shqipëria është bërë këtë vit, ndërsa garantoi se nuk ka asnjë lidhje me samitin e ardhshëm të NATO-s në Tiranë. Është marrëveshje më e fundit në programin FMF, është angazhuar në këtë vit, lidhet me marrjen e disa mjeteve, pajisjeve dhe sistemeve që i duhen forcave të armatosura. Nëse përgjigjja është a duhet për samitin janë tjera sisteme që duhen, nëse pyetja është a lidhen këto ky program FMF me kapacitetet e forcave armatosura, patjetër ato kapacitete janë kërkuara me vite, por është aplikimi për to. Dhe angazhimi për to është bërë si vjet dhe vetëm fakti që një marrëveshje e cila për herë të parë mbas pothuajse 30 vjeç është më e madhe se sa ka qenë totali i financimeve të përfituara nga Shtetet e Bashkuara, pra $302 milion nga 196 që ka qenë gjithsej, tregon jo vetëm mbështetjen politike, edhe kur them mbështetje politike kanë për qeverinë shqiptare, kanë për shtetin shqiptar, për sigurinë e Republikës së Shqipërisë, dhe nëse pyetja është a lidhet me samitin, po lidhet me samitin, po jo me samitin që do vinë në Tiranë. Lidhet me angazhimin e samitit të Hagës. Qeveria po ashtu mbajti premtimin e kryeministrit Rama duke marrë vendimin për pagën ekstra në kohë si shpërblim për zjarfiksit dhe trupat e Ministrisë së Mbrojtjes, ndërsa edhe një herë Ministri i Mbrojtjes konfirmoi se ky është një vit shumë i mirë në Shqipëri për menaxhimin e zjarreve. Sot është miratuar vendimi i Këshillit të Ministrave, i cili autorizon njësitë e pushtetit vendor që të japin shpërblime për zjarfikset që janë pranë tyre dhe gjithashtu kanë miratuar edhe shpërblimet për gjitha trupat dhe të gjithë forcat që ndodhen në forcën armatosur në aparatin e Ministrisë së Mbrojtjes që janë angazhuar tashmë për situatën e zjarreve. Situata e zjarreve si vjet
është menaxhuar në mënyrë shumë të mirë, jemi shumë krenar për punën që të gjithë aktorët dhe faktorët kanë zhvilluar menaxhimin e zjarreve, kemi mbi 27 vatra masive zjarre që janë mitiguar dhe janë shuar në Republikën e Shqipërisë. Shkojmë me një lajm të fundit pasi gjatë paraditjes së ditës së sotme përkatësisht rreth orës 9 në afërsi të zonës së Porto Palermos dyshohet se shtetasi me inicialet PM 65 vjeç gjatë peshkimit të paligjshëm sipas informacioneve paraprake me lëndë plasës e dinamit është dëmtuar nga shpërthimi i lëndës. 65 vjeçari është transportuar më pas për ndihmë mjekësore në qendrën shëndetësore të Himarës, por si pasojë e dëmtimeve të marra ka humbur jetën. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon veprimet për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të rrethanave të kësaj ngjarje, siç janë këto informacione paraprake me një viktim. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për çdo informacion të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ju ftoj që të klikoni në websajtin ton abcnews.al. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.